masën e vezëve, të bardhat e vezëve, që t'i ra. Gjatë rrahjes, ndërkohë, vendosim edhe recetën e shkruar të ëmbëlsirës. Bën zhurmë faktikisht. Se bën pak zhurmë, kështu që e lëm dhe në ekran recetën e shkruar edhe i marrim përbërësit vetë ambisat. Derisa të kryohet marenga. Do shoj mas sheqeri. Okej, dhe marenga po përfundon. Se ndryshe nuk na del ai singjeri që duam. Ja. Nëse nuk e rahim mirë, derisa të mos lëshohet nga tasti, ëh? Po e lë pak mos kiç, që mos kryojt zhurma. Niveli është deri në maksimum. Dhe marenga është gati, ndjes për zhurmën, por është një proces që duhet të ndodhë. Është një gatim që është vetëm me zhurma. Përbërësi tjetër qumshti, do t'ja tregoj të gjitha pastaj, nga maturat e dura. Të gjithë përbërësit. Vanilje, krip, sheqer. Ja. I largoj unë atë të. Vaj. Mielin. Ngrirja është, shiko? E duhura. E duhura. Nuk lësho. Janë vetëm të bardhat e vezëve. Dhe kam një tafë të lyer. Nëse unë shoh që kjo masë është pak e hollë, patjetër që shtoj pak më tepër miell. Dhe përdor mielin farinat. Ja. Kaq dhe nuk më duhet më tepër. Pra në këtë recetë luajnë rol të rëndësishëm vezët dhe padyshim rrahja sa më e mirë e tyre. Me njerë pasi ndodh ky proces, duhet mos i lëm sepse fillon dhe lëngëzohet marenga, po ashtu edhe e verdha. Kemi përdorur vezët tona Ovital që do të na mundësojnë të një spatull, të kemi atë tjekun sfyngjer. Tani bashkohen të dyja. Filloj dhe shtoj gradualisht.
Jo me forcë. Mos ulet volumi. Ku ka krip, ka sheqer. Ku ka sheqer, ka krip. Një ndërveprim i duhur. Ja. E luajmë gjalp. Dhe furën e kam gati. Është fikur fura, sepse e kemi të programuar. E shtoj këtë mas direkt në tavë. Volumi do të rritet. E pjekim 15 minuta në fillim fare. Se është diçka tjetër që të po e sqaroj, ja një sekond. Të gjithë masën. Nuk lë asgjë, duket një masë e vogël, por është një krem delikat. Normalisht që rritet vëllimi. 15 minuta në temperaturë 180 gradë. Po. Ta rritet e pakun temperaturën? Do ta vendosim si që është. Mbas 15 minutave të tjera, mbas 15 minuta pjekje, normalisht, sepse unë e di që nuk del koha, do t'i bëjmë një prerje të tillë. Mbas 15 minutash dhe sërish ne e vendosim në furrë. Pra kjo prerja do bëhet pas 15 minutash. Unë e marr tani, e vendos në furrë. Rezultatin sigurisht do ta shihni pas pak në kanalin ton në YouTube dhe në rrjetet tona sociale, kur ne t'i fotografojmë, ndërkohë mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli dhe ne përsëri jemi në kuzhinë në pritje të doktor Ylli Merias për të nisur me rubrikën ton Bima dhe Shëndeti, tek e cila do të flasim për problemet që sjell vera, që nga ënjtë e këmbëve ka njerëz që tani në verë ju ënjtë një skuqen krijojnë një lloj paratie tek këmbët dhe kjo nuk ka lidhje me moshën, por goditja nga dielli gjithashtu dhe hidratimi për këto temat e verës do të jemi pas pak dhe me telefonatat tuaja. Po, nga ushqimi ka të bëjë. Ushqimi jo, po nga një copë pice na e pranon, se shumë pak miell ka aty, ka më tepër perime, kemi specat miellin e mizur, mua në fakt më ngacmoi pak ai keku sfyngjer. Shiko. Ka që është trashësia dhe ka më shumë perime, një nga gatimet që do t'jetë patjetër në dëshirën e miksave për t'ja u përgatitur fëmijëve për t'i marrë me vete në plazh. Na, shko me kekun ti. Unë po ju sjell kekun. Dhe shqyqy që kemi minutazhin dur sot për të treguar dhe ato tava që nuk arrin t'i shikojnë anvisat të pjekura. Ti frit për anvisat. Siç e tham, pas 15 minutash, pjekje të atij kremit, mareng që u përgatit, do të bëjmë një ndarje të tillë që të piqet marrë këtë ngjyrë, të kulloj dhe më pas kur të ftohet, do të jetë kështu si sfyngjer tamam. Me çfarë shoqërojmë? Me një gotë lëng. Për shembull, një mix frutash, një shtrydhje frutash dhe përbërësit e saj, sigurisht që janë nga ato përbërës që kemi të gjithë në shtëpi. Mjafton të keni vezë fresta Ovital, të cilat do t'i ndani veç të bardha dhe veç të verdha dhe përbërësit e tjerë i tregon lista në vijim, se çfarë ju duhet për përgatitjen e kekut sfyngjer në kushtet e shtëpisë. I hedhim një sy përbërësit të kekut sfyngjer, përveç se vezëve, të cilat duhet me kusht që të rihen mirë veç të bardha dhe veç të verdhat. Ja shihni pak, 4 të tilla, 4 të verdha vezësh, 15 gram sheqer, 5 gram ekstrakt vanilje, pak krip, 1 gram, 60 ml qumësht, 20 ml vaj vegetal, 50 gram miell për kek, 2 gram pluhur pjekës dhe për marengën, 4 të bardha veze, të cilës do t'i shtoni dhe një 2-3 lug sheqer. Pasi kemi rrahur mirë me raksen elektrike, dikur i keni rrahur me pirun ose me të telin, por me raksen elektrike bën punë më shpejt dhe krijohet marenga e dur. Sigurisht volumi bie pak kur të dalin nga furra, ti vazhdo konsumo picën e dytë. Se unë do të sjell edhe kafe, po të vesh ti. Ma ke marr erzin, bojën marr. Duket, ça goja del boja. Dhe gjella me mashurka.